Parlamenti pritet mblidhet edhe 4 herë para se shpërndahet për t'i hapur rrugë konstituimit kuvendit të ri në datën 10 shtator. Në këto seanca, një mbledhje është vetëm për problemet që deputetët hasin në zonat ku janë zgjedhur e në 3 seancat e tjera, do duhet miratohen të gjitha ligjet që kanë mbetur pa votuar nga kjo legjislaturë. Në total janë 115 projekt ligje, projekt marrëveshje, projekt rezoluta. Mes tyre 63 janë ligjet propozuara nga deputetët e opozitës, e Partia Demokratike kërkoi sot që ato të kalojnë në diskutim në javë të mbetura. Kërkoj zonja kryetare, meqense pas keni hartuar ju programin, të planizoni se kur iniciativat e deputetëve, veçanërisht iniciativat që kanë bëjnë me interesin e qytetarëve, është në interesin e qytetarëve që të miratohet minimumi jetik brenda kësaj legislature, është në interesin e qytetarëve që të miratohet rritja e pensioneve brenda kësaj legislature. Janë gjithë iniciativa në dobi të qytetarëve. Do të jenë prioritet i punës së kuvendit. Por majoranca i kujtoi opozitës se pas 11 maj deputetët e Partisë Demokratike as nuk shkojnë në komisione për të diskutuar nismat ligjore, duke bërë të qartë se prioritet për Partinë Socialiste është miratimi rreth 20 akteve, të cilat kanë ardhur nga qeveria. Ju nuk jeni në komisione, kjo është e vërteta. Dhe nga ana tjetër kërkoni pastaj pse nuk futen nisma të tjera, pse nuk shtohen projekt ligje. Dakord, hajde shtojmë të gjitha, kemi 20 projektakte për 2-3 seanca, ti bëjmë 40 po të doni, por duhet mos flisni nga vendi. Dikush duhet punoj, dikush duhet vinë në mbledhje. Në këtë javë të mbetura të kuvendit, para deputetëve do të raportojnë edhe drejtuesit e institucioneve të pavarura, mes të cilëve edhe drejtuesi i SPAK-ut, Altin Dumani, i cili do të jetë në Komisionin e Ligjeve në 24 qershor dhe javën e parë të korrikut në seancë plenare.